Mesazhi im dje në Beograd është I njëjtë si mesazhi im sot këtu në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve që të vazhdojnë të punojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri sot, të arrijnë marrëveshje në fushat të treja dhe të avancojnë, domethënë, masa konkrete për normalizimin e marrëdhënieve. Normalizimi I marrëdhënieve janë kyçe për progresin e ardhshëm të Kosovës dhe të Serbisë. Mirë, po ne besojmë se Shtetet e Bashkuara, pra hapat që ka ndërmarrë Kosova janë sidomos të rëndësishëm për juve. Ne mendojmë se duke lëvizur drejt Bashkimit Evropian, do t'ju jep juve shpërblimet për punën e madhe, sakrificën që ka bërë populli brezi I këtij vendi dhe për brezat e kaluar dhe për brezat e ardhshëm. Kështu që u bëj thirrje udhëheqësve të Kosovës që të vazhdojnë me negociatat me një besim të mirë, sigurisht duke adresuar dhe shqetësimet e serbëve të Kosovës. Kjo është mjaft e rëndësishme. Unë do të takoj një grup të kthyrëve serbë sot më vonë dhe unë do të përcjell atyre mesazhin amerikan për të ndërtuar një të ardhmen në Kosovë, për ta në rajon ku të gjithë popujt, të gjitha përkatësive kanë shans për sukses. Do të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por secilit që dëgjon dhe na shikon në rajon. Shtetet e Bashkuara janë të prera plotësisht për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës, për të parë zgjerimin e sundimit të ligjit kudo në Kosovë, në gjithë territorin e Kosovës. Pra ne kundërshtojmë çdo lloj bisedimesh për ndryshime territoriale apo rihapjen e çështjes së statusit të pavarur të Kosovës. Këto çështje nuk do të diskutohen. Kufijt e Kosovës sovrane dhe të pavarur janë të qartë dhe janë të caktuar për gjithmonë. Unë I jap mirënjohje kryeministrit që ai thotë se ai është kryeministër edhe I Veriut edhe I Jugut. Dhe ne sigurisht mezi presim të ndihmojmë kryeministrin, qeverinë e tij dhe popullin e Kosovës, derisa ata e përkthejnë në vepër, si thuash, në realitet këtë zotim, edhe në Jug edhe në Veri.